الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fillojmë me emrin e Allahut. Falenderojmë nga për Zotin, paqja dhe bekimet e Allahut janë për profetin tonë dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij, e lutë Zotin na falë na mëshiroj, edhe t'i beqatoj të gjithë ata vëllezër dhe motra që mundohen të ecin rrugën e tyre dhe të jetojnë besimtarë të mirë me orientimet e Zotit, me orientimet e profetit Zotit, me orientimet e Kuranit. Sot me lejnë Allahu xhaleshanu do të ndalemi tek një histori tjetër për historitë e Kuranit. Është një histori që do të vërtetë, ashtu siç kemi thënë, përputhet shumë, edhe është plot me mësime dhe me këshilla për realitetin tonë. Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. Pyetje Muhammed e ka fjalën që të pyesi komunitetin hebrej që ishte në Medinë, rreth fshatit ose qytetës që jeton në buzë ose pranë detit. Ne si musliman, domethënë kemi ditën e Xumah, që në zgjodhi Allahu xhaleshanu midis gjithë ditëve të tjera. Dhe siç tregohet në hadith, kur Allahu xhaleshanu krijoi qiellin dhe tokën, zgjodhi ditën e Xumah midis gjithë ditëve të tjera si ditë e veçantë. Dhe prandaj edhe muslimanët lidhen në ditën e Xumah. Po kjo si ditë e Xumah është zgjedhur që në momentin që u krijuan qiellin dhe tokën, nuk është se është vetëm për ne muslimanët, kjo ka qenë për të gjithë njerëzimin. E siç thuhet në hadith, që tregojnë shokët e profetit alayhi salatu wassalam, ka pasur mende edhe ka pas popull të cilët nga Xumaja e devijuan atë që zgjodhi Allahu xhaleshanu si ditë të javës, si ditë kryesore të javës, dhe thonë ditë të shtunë, pati për tyre që bën ditë tjetër. Dhe një nga ato popull që bëri këtë lloj domethënë ndryshimi, ishte pikërisht edhe kjo qytetës ose ky popull që jetonte në buzë detit. Dhe që nga momenti që themi në buzë detit është e kuptueshme që një pjesë e mirë e ekonomisë ose financës atij vendi ishte në peshkim, ishte lidhur me peshkim. Allahu xhaleshanu për shkak se devijuan nga e brendja e çuan tek e tjera, sa duhet ka qenë fillimin e kësaj pune, Allahu xhaleshanu i sprovoi edhe ja bëri të ndaluar të gjitha punët ditën e shtunë. Atëherë zgjodhën pushim shtunën, ja bëri të ndaluar të gjitha punët. Të gjitha punët që mund bëjë njeriu.